Imir Krashi, i cili u arrestuat dielën pas aksidentit të shumëfish që shkaktoi në tentativë për të ikur patrullës së policisë, nuk ka pranuar që të flasë përpara hetuesve. Ai ka kërkuar të flasë në një moment të dytë, ndërkohë që pritet të merret sërish në pyetje në lidhje me pistoletën që ju gjet brenda makinës. Sipas burimeve, ai jetonte në afërsitë e liçenit të thatë me bashkëshorte në një banesë me qira, por blut kishin informacion për vendodhjen e tij dhe sapo ka dalë nga banesa e ka ndaluar. Ma gjogjes du me vetëm mjetë. Sigur e pak mjetë, e fit, hadi zbyta. Megjithatë, Krashi bëri rezistencë ndaj forcave shqiponja dhe u largua me shpejtësi të madhe me makinë, e në përpjekje për t'u arratisur, vuri në rrezik uniformat blu dhe qytetarët që ishin në rrugë. 1 metrë me targa gjermane. Gjatë ndjekjes, Imir Krashi që përdorte edhe emra të tjerë përplasin 9 makina dhe 1 motomjet, me të cilin po qarkulloni një efektiv policie që ishte jashtë shërbimit dhe bashkëshortja e tij. Ata mbetën të plagosur dhe u dërguan në spital. Pas disa minutash ndjekje, Imir Krashi u arrestua nga policia. Ati u bllokua makina, ndërsa efektivët sekuestruan edhe pistoletën që kishte në mjet. Sipas policisë, Imir Krashi është me precedent të theksuar kriminal dhe me rrezikshmëri të lartë shoqërore.